Shkrimtari i madh Maksim Gorki tek tregimi i ora shkruan: me dëshirë e interes, shpesh shohim orën dhe dëgjojmë tiktakun e saj. Ka raste kur duam të përshpejtohet. Njeriu harron se po ndjek tiktakun kohor që vrapon drejt vdekjes. Ditë të cilën asnjëherë së mësojmë, sepse është verdikt i natyrës, Zotit në qiell, ku shpirti gjen strezën e fundit. Dhe shpirti i inxhinierit ton vrapoi, lindi shpejt, u rrit, u burrua dhe iku shpejt. Tek ne të gjallët, la gjurmet e mirësisë, punës, dashurisë për njerëzit e familjen. Kthella, ku përfshihen malaj epërm, nuk kanë bukuri prallore, nuk janë as djepi historisë e kulturës. Megjithatë, si një ndër vendbanimet më të hershme, ka një kontribut të qëndësishëm në kohra të ndryshme të historisë së mirditës, por jo vetëm. Popull, kulturë, traditë e arsimdashës. Ka shumë për të thënë e shkruar. Koha nuk na e mundson, sepse destinacioni jon është malaj epërm. Kjo s'do të thotë të mos reagojmë ndaj disa objekteve simbolike e domethënëse. Guri i zi, stoik, i qëndrueshëm, monumental. Pikë referimi e busull për kalimtarët. Jo pa arsye thirrë dhe guri i kishës. Thonë se zënafilla e saj ishte këtu, ndërsa kisha u ndërtua përballë. Si, pse ndodhi, është pa përgjigje akoma. Kisha e Shnavlashit ose kisha e madhe Kthellës, një kishë shekullore, pas tërmetit në kohën e otomanëve u rindërtua në vitin 1740-1750. 109 vite më parë u ngrit flam muri kombëtar, i ruajtur me fanatizëm prej 3 shekujsh në shtëpinë e Bajrakut të Mëlyshve dhe pikërisht në festën e Gëzhnellave. Kanë shërbyer me shtar të ndritur, me shpirt human, adhetar. Përveç lutjeve u mësonin fëmijëve të fshatrave të afërm edhe shkrim e këndim, duke shërbyer si bazë për hapjen e shkollës së parë në Malaj. Banorët e vlerësonin shumë, ishin besimtarë të devotshëm, por dhe të edur për shkollë e dije, nisur nga realiteti ku analfabetizmi bizotronte kudo. Varri i Olegomitres, ose siç e quhenin banorët me respekt, varri Ustajt, i ndërtuar pothuajse ngjitur me varrezat e fshatit, me një kryq guri te koka të gdhendur e skalitur mjeshtrisht. Ka mbi 100 vjet që përballon lloj-lloj metodash për t'u thyer, deri me varre e Kavo Qeliku. Olego me 2 vëllezrit, si mjeshtrat e gurit dhe ndërtimit, ardhur nga Golloborda, qëndruan shumë kohë në Malaj, duke lënë emrin mbretëslënës për punën, por dhe si njerëz të mirë, të urtë e punëtorë. Bashkulltar tek shtëpia e Totrit kishin me vete edhe Lek Gjetën, bashkëfshatar, njohës i mirë i zonës, byrazer me babajnë ndues Zefin. Totri! Hajde burë!
Kam qenë vetëm 4 vjeç. Dhe dihej se do të lindte një fëmijë. Edhe unë jam i pari që pas gjyshes mami e mamit vet, ndjes pas edhe ajo, unë e kam gjuar të qarën e parë të nototrit. Dhe kam shkuar, kam marrë sqari që lindi, akoma nuk e dinim që ishte vajza apo djalë, dhe pastaj rezultoi se ishte djalë dhe ky ishte nototri. Fëmia i parë, djali i parë, që më pas e gëzoi Zoti me 8 motra, 8 nuse, 8 yje për nduën dhe familjen. Gjithmonë një shtëpi mikpritse e pa asnjë lloj gabimi. E gatshme mu përgjegjë të gjitha gjanave që kishte nevojë fshati. Reputacioni i familjes Totri në këtë zonë ishte shumë i mirë. Der bujare e mikpritse, punëtor të palodhur e të respektueshëm. E kam njoftën nuën, dhe me thënë që kur galin, e kam shetit në grahën tim, e kam shetit në Anaseldos edhe Zefi, fëmijët e mi. Gjithë fëmijërinë e kemi kaluar bashkë. E kam marrë për dorë. Kemi shku me keca, kemi shku me qingja. Që kur ishte i vogël, shfaqte zgjuarsi, dëgjues e reflektues mbi këshillat e marrëdhëniet me moshatarët. Loj që kur ka linë, ka qenë i besuar nga fëmijët e tjerë, nga moshatarët e vet. Një problem kanë kretë, ti të them. Në shtëpinë time, mendimin e shumë tjerëve dhe godion banë që unë të marrë televizon. Edhe u thash që të vinë këtu me patë hesa herë kohën është. Loj, duke ditë që në unë si plak që ishëm tifoz i sportin, a i ma nuk rritë dhe me gjithmonë atje. Ishin 2 skuadrat forta duke luajtur me njëri tjetrin. Edhe në këtë skuadrën lej tani çfarë bënd? Humi skuadra që doshim unë edhe loj. U shuan grupi aty në njerën le. Nana ime plake vjetër, mendoj se mos u bën loj pa, mendoj se mos u bën loj ngjarje, loj mos marrëveshje mes çunave. Ç'është kjo punë erdhi nga kuzhina në nejme. O nëna bablekës, ta kom bo unë këtë punë, a i se kështë e bo, po mërë të përsi bëraj, ati nuk e ke mërë po, qatë duhet banor birë, ki e pari i fmive këtonë. Rigersi, djali i madh i ndues, nuk gjen qetësi në shpirt pa ardhur në fshat, në shtëpinë ku ka lindur. Pas vdekjes së babait, vjen më shpesh. Kjo kullë e bukur, kam kujtimet më të bukura të fëmijërisë. U rrita me gjyshin, hallat, babajn. Ne gjithmonë, pushimet verore, vinim i kalonim këtu, ishim gëzuar. Na merr malli shumë për këtë male, për këtë gjelbërim të jashtëzakonshëm. Më kujtojnë shumë gjëra, shumë ato netët vonë që vjen në shtëpi. Shqetësimi i babit kur kësaj isha vonë. Edhe kur vinte mbas dite, ishte më shumë koha që të përqafoheshim e të putheshim se sa të më fliste ndoshta për vendin. Kisha gjyshin që u merrte me këtë pjesën për historinë e fshatit Malaj. E lidhin shumë kujtime, ngjarje, lodra, përqafime. Pikërisht këtu, ai shqiptoi edhe fjalën e parë, babi. Megjithse shkolla ishte larg, dimri ishte i ftoftë, i ashpër, por asnjëherë nuk u shmang, as nuk neglizhoi. Familja kishte shumë halle, por për djalin sakrifikonin gjithmonë. Shkollën fillore e 8 vjeçare i mbaroi në këtë shkollë, që sot është shkolla e mesme. Kemi shkuar me Zefin me pa, të Lëzantin në shkollën si ishte poshtë fshati, se si na shkojnë kalamajt me mësime. Kur shkuam në shkollë atje, ne ishim interesuar ma shumë me pyet sa kanë sjellë kalamajt. Janë sjellë shumë. Ne ishte një ndër këta. Mësuesi që ishte mësues kujdesar, një nu përdorda nga Atena. Na tha mos pyetni shumë, ju vroni atë tabelën aty. Ishte në fotografi si nxënës i dalluar. Me kërkesa shumë, e në përfundim, mbaroi me rezultate shumë të mira, duke hapur kështu rrugën për të vazhduar shkollën e mesme.
Me deftesën e notave në dorë, kuptohet, me rezultate shumë të mira, vrapoi në teknikumin e minjerave Rubik, një nga më cilësorët dhe të kërkuar në atë kohë. Shtektari i ardhshëm i minjerave ndonë se i ri, e kuptonte se pa dije, pa njohuri, nën toka mbetet gjithmonë e pa depërtueshme. Ndaj, uli kokën, libri, mësimi u kthye në udhërofyes, dominant në jetën shkollore. Teknikumi shërbeu si paradhom për të hapur derën e shumë pritur, shumë ndruar atë të inxhinierisë, degë e cila duhet të mendohesh mirë, jo çdo student mund ta mbyllë me sukses, përveç specifiken ku mbizotron logjika, studimi dhe inteligjenca natyrale. Studenti totri shfrytëzoi në maksimum kohën, korrekt, kreativ në leksione e provime. Mundi dhe ekzigjencat e vetes u konkretizuan me marrjen e titullit inxhinier. Pra, u pakzua dhe me emrin e dytë. Tashmë i biri Zefit kishte marrë titullin inxhinier. Vendosmëria dhe sakrifica ishte materializuar. Vetëm shpirti i tyre e ndjente gëzimin e krenarin kur morën në dorë diplomën e djalit. Por rridhoi dhe ëndra ndues t'i merrte nën tokës aq shumë të pasur të mirditës, mineralet e çmura, kishte marrë dritën jeshile. Tani kërkohej punë, angazhim e vullnet. Stacioni i parë i punës ishte si inxhinier në minjerën e Përlatit. Këtu është pusi i betonu, që kanë qenë montue kavët, ashensor quhet. Këtu futeshin të gjitha. Futeshin krejt në kafaz quhet aty dhomë, ka hyrë pa numrim. Sa herë kishte avari ose kishte për të pa, me dhënë orientimet e tje punime, territori, inxhinieri gjeolog. Si ishin kushtet? Lagështin, papame, lagështin shi, me hyrë të ashtenë të rasheli, me robe mushamani, me kapsholli. Puset, galerit, thellësitë e mëdha nuk ishin auditor apo ekspedita mësimi e veshgimi, por një enigm. Në çdo hap ndesheshe me të panjohurat e nën tokës, çdo pus ishte provë sakrifice. Ishte i qetë shumë, në gjatë, por kishte impresi intelektuale. Si nxjerr ka qenë në nxjerrat të spikatur. Ai ngjiste me njëherë me njerëzit i shkonin zyrë pa që derë, ata mund të ishin liruar nga minjera disa vjetë, i shkonin dhe bisedonin me te, konsultohin me ta, qa halli kishin, ai vazhdon të vazhdjet të halli sigur të kishin qenë punëtor dhe vetë. Çdo gërmim në tokë ishte sfidë që të shoqëronte deri sa minerali shkonte në traverbank e arrinte në destinacionin e dur. Durimi, qetësia, përqendrimi, shumë shpejt arriti të jap frutet e para të vlerësimit. Realizimi i detyrave, aftësitë profesionale, komunikimi njerëzor me minatorët, kolegët, serioziteti në punë ishin argumenti i drejtuesve për t'i besuar detyrën e përgjegjësit të minjerës. Detyra e re ishte një sfidë plus. Përgjegjësia ishte më e madhe. Njohja problematikave, respekti për punëtorin, ndjesia ndaj hallave kushteve tyre dhanë rezultate të prekshme. Nga përgjegjës u emërua drejtor i minjerës së Bakrit Kurbnesh, ku përfshinte edhe Përlatin. Më kërkuaj që unë të gjej një drejtor për Kurbneshin, por që realisht ishte Përlati, që Kurbneshi kishte shku drejt mbylljes. Dhe për çudi, së rast di shok të mint. Njëri ishte inxhinier pasurimi, nuk ka sekret t'ja them dhe emrin, i Gjën Leti që kishte mëruar të mesme të lartë me mua. Atëherë bisedova me Lun, me Lut Totrin, duke qenë se ishte inxhinier Përlat, e njifte mirë Përlatin, i them kështu do bëhesh. Është nevojë që të bëhesh drejtor i minjerës. Fillimisht duke qenë njëri që
nuk luftonte për karrierë, ishte një që donte të bënte punët e veta. Edhe me pak vështirësi pranoj, po dakord. Nototri duke i pa njerëzit me halle, mbi 100 vjet i ka marrë të zonë të pellë, edhe pa leje këshillave i ka futur në tokë minjere për të siguru bukën e ngurës. Në pallat ka futur 90% minator me familje, jo kuadra. Se doshin me një kuadrë të krejt, 90% minator. Arritje mundësua e siguroj një autobus të paktën zonën për latë. I shonte del një kunë, i merte, i shonte, vjente këtu shoferi, i shonte punëtorët në Rrshan, male, i zbriste për latë qener për seksi ma stacione ku kishin shpjet, dhe u mundohi ja u letësoj kurse. Natyrisht që t'jesh i suksesshëm në jetë, në politikë, apo në shoqëri, apo në drejtim, është shumë rëndësishëm t'jesh i mirë shkolluar, por mbi gjithë është e rëndësishme t'jesh i ri. Sepse raporti me njerëz është pika më fort që mund të ketë një person në detyra të tilla. Dhe besoj që nuk është opinioni vetëm i imi, por është një opinion pak më gjerë, një opinion që shkon drejt tek shumica njerëz që kanë punuar me të, por jo vetëm, i cili jep një opinion që nuk totri ka qenë ndër njerëzit, i cili raporti me njerëzit ka pas së shenjtë. Minjera e Kurmneshit dhe sektorët e tjerë ishte një provë zjarri për drejtorin e ri. Kishte një vëmendje të përqendruar nga shteti sepse mineralet përbënin bazën e prodhimit kombëtar. Unë kam pas rastin të bisedoj me një inxhinier tepër i mirë, tepër intelektual, tepër atë në i thash, si më shkon ai djali vllajtim me këtë punë, thash djali i ri, kush është i ri, më tha inxhinieri mu. Ishte drejtor nëj, për drejtorin, jo një minjere, po ma volu bo drejtori gjithë minjerave të mërditës. Kush më tha inxhinieri mu? A i tha është i ri për mosh, po për men tha është shumë i vjetër, e shumë i vjetër, me gjithë kontaktin që ka nëj me punëtorët, me klasën punëtore, e me kur kanë jo. Atëhere, po me fshatin dhe me thënë, dela jo që thash ma para, se e kemi marrë për lasëm, për morë drejtuës, tonë sepse e kemi dashnuar. Bashkasani, mik e bashkëpunëtorit i, nuk e fshej vlerësimin për nduan, gjithmonë me fakte e ngjarje konkreti. Gjatë gjithë jetës që e kam njohur nga viti 80 e deri në përfundim të jetës atij, Nototri ka pas një komunikim të veçantë veç gjithë inxhinierëve kuadrave me klasën punëtore. Qoftë edhe me gjeologjin që s'kishte lidhje, ose me kooperativistët, ose me minjerën, në marrën e furnizim punëtorëve. Ishte njëri i dashur, njëri i respektuar, nuk mashë mend të ndëgjohej fjalë pa vend nga Nototri. Një durim të papam, i përkupuar për të zgjidhur nevojat e punëtorëve. Unë nuën e kam njohë për herë të parë aty nga fundi i viteve 18 në Perlatepër. Dhe që njohjen e parë kam vlerësuar se ishte një intelektual i atij brezi që do ta bënte ndryshimin. Arsyeja që e them këtë ishte se ai e dinte shumë mirë se kush jam dhe se çfarë dhe në çfarë diskriminimi politik unë isha, dhe për të ky fakt që për këdo ishte shumë i rëndësishëm në sjellje me mua, ai e neglizhonte deri në mosnjohje absolute të këtij fakti. Kjo ishte dikur qendra e punëtorëve. Atëhere ishte një qytet që gumëzhinte nga punëtorët, specialistët, banorët e zonës. Në një rast, pasi më ftoi për të nejtë, për të pi një gotë raki, një pasdite në Perlatepër me anë të kushimeve të parë të vet që kishte këtu, ju thash këtyre që a e di shoku nu se kush jam unë. Ja kemi thënë të gjitha tha dhe ai këm ngul me ndejtë. Dhe kemi bisedu gjatë. Pastaj erdhi shpejt 90-ta dhe në angazhimet tona politike secili vazhdoi drejtimin e tij, por
mund të them si në asnjë rast që unë kam pas në jetën time të atyre kohëve të mëdha ndryshimesh, nuk ka qenë në një i njëjtë ai barabartë me rastin e Nuhet Totrit. Për shkak se sjellja e tij më para ishte ajo, gjatë atyre ndryshimeve ishte po e njëjta dhe ka mbet po e njëjtë deri kur ai ka ndruar jetë. Për të përligjur komplimentet, vlerësimet e respektin që gëzonte tek punëtorët dhe tek banorët e zonës, kemi një realitet konkret. Kjo është zyra e tij, e cila është akoma pa u dëmtuar. Ana tjetër e medaljes janë ndërtesat, pallatet që kanë mbetur vetëm skelet ose zhdukur fare. Ndonë se sot deputetet janë më të shigjetuarit, akuzuarit, në shumicën e rasteve me të drejtë, përsëri, për çdo njeri është nder të jesh i zgjedhur si përfaqësues i popullit në një republikë parlamentare siç jemi ne. Pas përmbysjes së sistemit komunist në vitin 1991, u organizuan zgjedhjet e para pluraliste në Shqipëri. Dy partitë kryesore përzgjodhen kandidatët më të mirë. E majta vinte me ngarkesën e fajt, përgjegjësisë për gjendjen ku ndodhesh vendi në fund të viteve 90 dhe tregoi kujdes për zgjedhjen e njerëzve me integritet. Erdhi 91-shi dhe ishte periudha përcaktimit kandidaturave për deputet. Sigurisht unë isha në zonën e Rreshenit, që Mulonja gjithë zonën e Rreshen në Reps, kurse zona Kurmeshit kishte deputet tjerë, jemi drejtuar në Totrit, kemi thënë që jenë gjendje që të mbajsh edhe këtë punë, edhe që është e vërteta, e mori përsipër dhe fitoi u bën deputet në 91-shin. Nuhet Totri, ndonë se pa përvojë politike, ishte ndër kandidatët më meritues, më koherent për realitetin e ri politik, për të përfaqësuar Mirditën dhe zonën e tij. Unë në atë kohë, vërtet e përkrahja si figur, e përkrahja si fshatar, normal, edhe si koleg. Por, në një farmase, për shembull në Përlat, në një mbledhje me punëtorët më kanë pyetur direkt. Na fole shumë mirë, na bëre dhe gjitha. Por, për këtë do votosh ti, o zotni? Dhe unë pas i lloj hezitimi i thash, dëgjoni, nëse ju do më dëgjoni mua, votoni si unë. Votoni për Nuhet Totrin. Edhe ata u ngritën në këmbë, nuk kuptohej se të kuj partie ishin. Dhe kjo ishte bile një nga karakteristikat shumë të veçanta të Nuhet Totrit. Edhe që atë kohë që ka qenë deputet, a gjithmonë është shoqëruar me deputet të krahëve të ndryshëm, ka zgjidhur probleme dhe nuk është kuptuar kurrë se çfarë përfaqësonte në të vërtetë. Unë nuk mund të gjej një mirditor tjetër i cili të ketë kryer detyra dhe funksione të tilla si Nuhet Totri që s'kishte asnjë hasë, nuk kishte asnjë armik, nuk kishte asnjë kundërshtar, nuk kishte askënd që të thoshte asnjë fjalë keqe për të. Ishte vetë konstruksioni i tij shpirtëror, njerëzor, human, e cila e rrezatonte një lloj të tillë sjelljesh të njerëzve, të cilët ata malinjët i mbante larg, por presioni i mirësisë që rrethonte Nuhet Totrin ishte aq i madh saqë këta malinjët që janë pjesë përbërëse e shoqërisë si kudo, nuk guxonin do të futeshin në periferinë e konsideratave negative për Nuhet Totrin. Nuk kanë guxuar asnjëherë. Inxhinieri vërtet pa mandat, por me punën, komportimin e shërbimet ndaj komunitetit e kishte kryer më së miri përfaqësimin e zonës dhe natyrisht foltorja e parlamentit nuk i rinte ngushtë. Fjalën e ka deputeti Nuhet Totri. Në detyrë urgjente mendoj se përpara kësaj dege është shikimi i çmimeve të shitjes së mineralit të bakit, pasi deri tani ato kanë qenë përfaqësuar vlerën vërtet të tij. Pra nuk janë marrë në konsiderat produktet që marrin pjesën e të. Deri tani kjo nuk ka sjellë shqetësime të dukshme mbasi në kushtet e një drejtimi ekonomik të centralizuar
plus minuset nivelohen nga buxheti i shtetit. Nuk qeni deputet nga atë tipit mbushe për 3, por ai brenda një viti, se një vit që 31 mars 91, 22 mars 92, ka diskutuar 5-6 herë për një vit, që këtu e mbyllin, të qenë deputet e mbyllin me 4 vjet pa diskutuar asnjëherë. Shfaqet gjithmonë mendimin e vet, pavarësisht se si mendon njëri tjetri, edhe këtu e kam qujt shumë pozitive. Dhe kishte raste që thotë jo, mendimi im është ky, nuk është ky. Natyrisht, nuk mund të ndronte në Ototri. Unë mendoj se edhe po të ishte kriminaliste në Ototri nuk ndronte. Ishte në gjeologji, ishte një, ishte në stazh, ishte drejtor, ishte deputet. Vërtet jeta parlamentare ishte e shkurtër, megjithatë, duhet Otri do të mbahet të mend si një deputet përfaqësues me integritet e bashkëpunues. Po të bësh një referendum në gjithë mirëditën për të votuar jo partiakisht, se partitë kanë tifozlek si ekipet e futbollit, po të votosh në gjithë mirëditën dhe të bësh një referendum kush është djali më i mirë i mirëditës, besoj që nuk do të fitojë atë medalje. Pa diskutim. Deputeti kthehet te profesioni që e donte aq shumë. Përsëri drejtori një miniere të rëndësishme, megjithëse me eksperiencë e rezultate, Spaçi ishte një realitet më i vështirë, me kompleksitet problemesh. Ishte njëri jashtëzakonisht i hapur edhe shumë shoqërus, jashtëzakonisht shoqërus. Gjërat e tyre karakterizuar gjithmonë, edhe kur ishte student, edhe kur ishte inxhinier, edhe kur ishte drejtues, edhe kur ishte deputet. Më pas disa vite drejtori i minierës së Bakrit Rubik. Megjithëse pas vitit 90, shumë uzina e miniera u ndeshën me anomali e shkujdesje nga shteti, ndoshta mungesë strategjie apo koncept bashkohor të kalimit të korporatat private. Duhet Otri me eksperiencën, cilësitë menaxhuese, falë autoritetit, moralit, figurës së pakomprometuar, arriti të mbrojë prodhimin në parametra të pranueshëm, si në sasi ashtu edhe në cilësi. Unë mendoj që modeli i tij, shembulli i tij, do t'ju shërbej pa fund atyre që e njohin, do t'u shërbej në radhë parë fëmijëve të tij që i ka si drita. Vitet 2008-2013 shkon në Tiranë në Inspektoratin Ndërtimor të Bashkisë, më pas drejtor i tensionit të lartë për zonën e Veriut. Akoma dhe sot, pas një viti, ky sektor ndjen ndryshimet, transformimet teknike e menaxhuese bashkohore. Noi ishte një bashkëbisedues shumë i këndshëm dhe i veçantë. Përse? Sepse ti mund bisedonje me të dhe ai të dëgjonte me shumë vëmendje. Në momentin kur ti mund ta kuptoje se thjesht po bën një monolog, ai ndërhynte dhe me një argument tepër të fortë, si themi në emërditor, i vinte ka pak muhabetit. Nuja ka pas një specifik shumë të veçantë si njëri. Më nduar nuk je mërzit më net 24 orë. Non-stop nuk je mërzitur, pra orët dhe qëndrimi me te ka qenë shumë i këndshëm. Vazhdimisht që kam pas ka djathtë, më kam mbështet fort. Ishte një person që do t'ja vetëm një shembull. Kur kam kandiduar dhe më bërë kryetari i Shëngjinit, ai shkonte në gjithë njerëzit e vet, kërkonte votat për mua, për mbështetje për mua dhe asnjëherë nuk më thonte. Dhe çuditërisht, merrsha vesh mrapa, me karët në utot të shtëpia, me karët në utot të shtëpia. Pra, atë gest, atë formim që kishte ai nuk e ka asnjëri. Atëherë, kur problematikat e shëndetit ishin të kaluar, erdhi Covid-i i tmerrshëm, i pamëshirshëm që i mori jetën para kohe në Duhet Otrit. Ikja pa pritur e në Duhet Otrit la dhimbje në jetën toksore, jo vetëm tek familjarët, por edhe për mijëra njerëz dhe figurët shquara të jetës publike në vend. Ka boli përëmje, se i kom përthal dhe drejtësh, morë të ndime. Nuk pata mundësi me shkom ja vudorë në balë. E besë një orë kam në imkom. I kërkej falë. Kam një merak se koha nuk e përgjeli. Nuk i dha atë që meritante në të të korë. Nuk i dha. Dhe kjo është edhe shumë njerëzve nuk a jep. Nuk ja jep njerëzve të mirë, shpesh herë, për fat keq.
në Totrit, një t'ju dha ajo që meritat. Aq sa kanë qenë fëmijët e familja vetë për në Totrin, kanë qenë edhe fëmijët e familjet e minatorëve që i ka pas në Totrin po. Gjovarin Totri, me dedikimin e tij midis lodhëve të postuar në rrjetet sociale, u mbolua nga mesazhe të pafundme nga mijëra njerëz. Një reagim që tregon shumë, i cili me vlerat e tij krijoi miq dhe admirues. Miku i tij, i cili e konsideron një vëlla nduan dhe konkretisht ashtu është, nuk rreshti duke kompozuar vargje dhimbje për njeriu e dashur në zonën e Mirditës. Pse ike kaq shpejt dhe meteor të ka Mirdita, 2 nga elegjit e dedikuara përnduan. Kolegu dhe miku i tij Frogdoda lotin e hodhi në vargje. Nuk u largua vetëm një inxhinier apo një paqësor, por edhe një ish deputet. Kryeparlamentari i Kuvendit të Shqipërisë, zoti Gramozrugji, shprehu me pikëllim dhimbjen për humbjen e një njeriu me vlera për Mirditën dhe Shqipërinë. Kudo ku shërbeu, si inxhinier në industrinë minerare, si funksionar publik në nivelet lokale e qendrore dhe si deputet i Kuvendit të Shqipërisë gjatë legjislaturës 91-92, është quar për profesionalizmin e spikatur, për kushtimin e lartë, shpirtin e madh dhe zemrën e gjerë, shkruhet ndër të tjera në mesazhin e ngushëllimit. Johona lajmit të hidhur kaloi edhe detin Adriatik. Media italiane i dedikoi një vëmendje të veçantë largimit nga jeta të nduet Totrit. Ka pas një raport shumë njerëzor me mbarësit dhe mënyrë të veçantë me njerëzit cilët ka punuar. Më ka pas shumë përshtypje në ditën e varrimit. 2 miq të mi nga shumë të njohur nga Selita kanë qenë prezent në varrim dhe unë i kam shtruar një pyetje. Cila është arsyeja që jeni në varrim? Keni një marrëdhënie familjare, një lidhje? Jo, më thanë. Është raporti që ka pas nuaja të shkëlqyer me prindërit tanë, cilët kanë qenë minator në minjerën e Kurpneshit. Ishte njeriu që jepte shkëlqim, jepte hare e festës. Ishte vetë në natyra njeriu që të jepte shumë kënaqësi, të jepte afrimitet. Ishte kënaqësi të rishe me në Totër. Sepse ishte të vejnë shërbim, jepte gjithë shka, shpirtin, dashurin, buzëqeshjen. Kishte një diçka shumë, jepte energji shumë pozitive. Ishte i mrekullueshëm marrëdhënia shoqërore, shumë i mrekullueshëm. Po thush se ishte i papërsëritshëm. Marrëdhënia shoqërore ishte i papërsëritshëm. Largimi i tij ishte i papritur dhe si i tillë, dhimbja u bë dhe më e madhe tek të dashurit. 2 djemt, vajza dhe bashkëshortja, çmallën shpesh me kujtimet që ai la pas. Kujtime që i marrin me anë të fotografive të kohës. Mungon një këshill, mungon një fjalë, mungon zëri i tij, mungon shikimi i tij, mungon gjithçka e tij. Se dia e shtidhull, nuk më mjafton një jetë për ta falendëruar. Ai ishte një derë e hapur për gjithë. Ishte një dorë që të zgjatej në çdo kohë. Kjo dorë do të mungoj jo vetëm njerëzve të afërm, por të gjithë njerëzve që e kanë njohur. Bashkëshortja fisnike e ndues përpiqet të jap kurajo për fëmijët në çdo çast të jetës së tyre. Ajo ndihet e lumtur që për shumë kohë udhtoi me një bashkëshort shembullor për familjen. Kërkon të mbajë për vete dhimbjen dhe të transmetojë tek fëmijët shpresën. Një natyrë e fortë, në kuptimin ka qenë shumë burrëror. Kujtoj nga nduja që në shtëpi ishte një bashkëshort shembullor. Ishte njeri i mirëkuptueshëm
ishte një baba autoritar. Në punë ishte drejtues i aftë. Demonstronte fleksibilitet. Takimi çdo kujt me të ishte shtërues. Ndërsa në çdo ambient tjetër, në rrugë apo kudo që rrinte, ishte një zotëri i vërtetë. Nduja nuk ishte vetëm një prind dhe bashkëshort, por dhe djali i vetëm midis 8 motrave. Për ta, ai ishte pikë referimi. Motrat shikonin tek ai kujdesin, mbështetjen, dashurinë, sepse për ta Nduja nuk ishte vetëm vlla, por dhe prind. Ai na zëvendësoi edhe nanën, edhe babën. Sepse nëna ikë në një moshë të re, të cilën ai e ka përjetuar mjaft keq si gjithë ne, dhe ka thënë një shprehje. Vdekja e nanës na hoqi 10 vjet nga jeta ju. Ishin të dy si një mollë ndame për gjysmë. Ai ishte një mentor për ne, ishte një rregullator për ne, ai ishte një prishës për ne. Për motrat, ai ishte si drita e syve, shkëlqimi i shpresës në çdo kohë. Ndiheshin të mbushura dhe të plotësuara kur shikonin që në krahët e tyre ndodhej gjithnjë Nduja. Nuk e kemi pranuar akoma humbjen e tij. Është dhimbje e madhe. Do jetë prezent me çdo të mirë që ka bërë, ka thënë, sepse ai ishte unik për familjen, për rrethin shoqëror. Ai ishte larguar fizikisht, por shpirti i tij vjen shpesh në shtëpi për të takuar në mënyra të veçanta me të dashurit. Ëndrat janë vend takimi ku të gjithë përqafohen, menduan dhe marrin leksione që kanë nevojë për jetën toksore. Kur qom mëngjes, i drejtohem babi u taku mram, kishte marrë malli për ty. Kjo është ajo biseda që bëj me të, ose kur hyj në shtëpi, shpesh e pus fotografinë ose atë që kam në telefon. Kam një connection gjithmonë me babin. Më shoqëron kur dal, më shoqëron kur shtroj tavolinën, më shoqëron kur shikoj ndeshjet e futbollit. Më shoqëron kur lexoj. Më shoqëron kur lexoj një fjali të bukur. Më shoqëron kur dal të takoj miqtë e tij, shokët e tij. Është e zakonshme se çfarë dashurie dhe shalvërsimi më japin miqtë dhe shokët e tij. Shumë shpesh e shoh në ëndër, shumë shpesh komunikoj me ta, shumë shpesh më duket sikur po më qërton, shumë shpesh më duket sikur po më thot, shko, ke fëmijët e mi. Shëmbëltyrën e përkujdesjes që dha në familje, sot e shikon qartë tek fëmijët, për të cilët u kujdes në çdo kohë që ata të ndiqnin rrugën e dijes. Ngjashmëria ka qenë në fakt si 2 pika ujë, domethënë si në karakter, si në tip, si në fizionomi. Ka qenë domethënë po të shifshe ne dy domethënë, ose njerëzit në rrugë që si kisha parë kurrë, asun ata asun, direkt o Nduja i dytë ose ai djali i Nduja totit, domethënë ishte pyetja e parë. Domethënë edhe kjo ishte kënaqësia më e madhe për mua, domethënë kur u identifikosha si i tillë. E ëmbla e shtëpisë, vajza e kujton babin për momentet që kalonin së bashku. Tek shpirti i saj janë kultivuar dëshirat e jetës nga këshillat e vyerat të babait. Unë kam patur një lidhje të ngushtë, të jashtëzakonshme, aq sa dhe të veçantë me babin tim. Edhe pse ishim gjenerata të ndryshme, kishim mentalitet e botkuptim të njëjtë, sepse unë rritesha me këshillat e tij e ai përshtatej me mua. Këshillat kanë qenë të panumërta. Më thonte shpesh që mëso shumë sepse dia ka fuqinë e përsosmërisë, e puno fort sepse dëshirat pa praktik mbeten ëndra. Njeriu i jetës u largua duke lënë pas dhimbje, por bashkëshortja shikon Nduan çdo ditë në fytyrën e fëmijëve të saj. Kjo e mbush me jetë dhe vlerësim për atë që ai la pas.
ndjej që e kam pranë për shkak të 3 fëmijëve të ta. Unë në fytyrën e Romualdës shoh fytyrën e ndues. Në karakterin dhe në sjelljet e Rigeldës dhe të Rigersit shoh karakterin dhe sjelljet e ndues. Krenaria dhe besimi tek fëmijët është ndërtuar me bazament të fortë nga baba i tyre. Çdo gjë pozitive të ndues sot e shikon tek fëmijët. Për këtë ata janë të vetëdijshëm, sepse nga babai kanë marrë sekretin e suksesit në jetë. Ikja e tij parakoshme na laj peshë të madhe për familjen, por sigurisht krenaria për që kam dhe që ajo që na la ne, domethënë ajo bën të pavdekshëm babin. Unë nuk mund ta quaj vdekje, por mund ta quaj ikje ose shtektim. Në momentet e fundit të jetës, në telefonin e ndues erdhi një mesazh zanor. Nipi. Angjeli i tij mbrojtës i dërgoi disa fjalë që i qetësuan shpirtin. Daja, te pus fort, ti je i forte, te du shumë Ryan. Vërtet i ke shpejt inxhinier. Vërtet nuk u bërë hero, emblem apo ikon. Por, aq e vërtet është se le tek ne imazhin, modelin e drejtuesit dinjitoz e të suksesshëm. Humanizmi, mirësia, thjeshtësia, profesionalizmi që të karakterizojnë në punë e kudo, janë sot pikë referimi për të gjithë ne. Dhe kjo nuk është pak. Shoqëria jonë më shumë se kur ka nevojë për virtyte të tilla. Ishe dhe mbetesh krenaria e mirditës. O njerëz të mirë, o të dashurit e mi, erdha t'ju përshëndes. Malli më ka marrë, e shpirti më shpërvluar të çmallem me ju. Si? Nuk po më njeni? Po nduja jam, ndu e totri. Inxhinieri pra? Jo kështu. Loti është plagë, dhimbje. Ngrijeni kokën. Rigelda, princesha e babait. Rigels, Romualdo, yjet e mi. Drane, ishe gjysma ime, tani je jeta ime. Ejani, hapeni kratë ju përqafoj. Shumë. Palot. E doni babin? E keni gjanë? Ashtu. Ju nuk më shikoni. Unë jam gjithmonë me ju. Shoh Rigelden kur kërcen në skenë. Rigelsin e Romualdon kur dalin në qytet. Drane, një natë isha ulur pranë kravatit. Ti ishe në gjumë. Doja të mbuloja, kur papritur u ngrite. U ngrite duke thirrur. Ndue, ti je? Mos ik. Rri me ne, motrat e mia të shtrejta. Dhimbjen, brengen u asho në sy, jam krenar për ju. Nuset e shpisë së totrit. Zoti ju bekoft. Miq, shok, koleg, më keni munguar. Më besoni, dëshira është e madhe të rri me ju. Të pinim kafe, të flisim për minjerat, të bënim edhe ndonjë thashe them. Kuptohet, për të mirë. Por dhe atje lartë më presin. Me pret baba, nana, minatorët, se ka shumë që kanë ikur para kohe. Me zi presin të kthehem. Rizor, e ndoqa dokumentarin. Falënderit për fjalët e mira. Thjesht,
Kam bërë detyrën, si inxhinier, si familjar, si shok. Dod, Pashk, Lek, Mark, Frok, Fred, Salvador. Unë jam rritur e bururuar me ju. Ndonjë të met nuk kisha? Shaka. Gjovalin, nuk të harrova, por desha të përgjigjem për pyetjen përse ike kaq shpejt. Edhe unë e doja jetën, vëlla, por kolera e shekullit, varmisja e pa shpirt, në ndau para kohe. Miru pafshim, shëndet e mirësi, ruajeni veten.